Vëllezër të dashur, njëri prej sahabëve shkoi te pejgamberi alayhis salam me vonesë. Shkoi te pejgamberi, mos i kishin fal namazin. Sallallahu alaihi wasallam kur dur tha, pse u vanove vëlla? Tha, ja Rasulullah, nuk kisha tha tjetër robe, tjetër tesh, e bashortja kish marrë, kish la pak para namazit, e prita të teret, u tera jo e vesha, u vanova. Pejgamberi arsyetoi, kur shkoj në shtëpi i kallzoi bashortës. Tha, unë u vnova, tha, se në mrina namazin. Pejgamberi tha, pak më foli. Po ti çka i tha? Tha, i tregova se nuk kam tjera tesha, vetëm çkete kam, tha, njërë për ne. Ju pas ka anku pejgamberit për fukarallëkun, që Allahu ta ka dhënë. Ju pas ka anku pejgamberit. Subhanallah, ai nuk ju anku, vetëm i tregoj. Tha, ja Rasulullah, nuk kam tjera tesha, vetëm çkete. Tha, unë nuk. Tha, ti ndoshta se ke pas qëllimin, po nga një aspekt i anku pejgamberit se je fukara. I anku pejgamberit që mos kam të shaqera. Subhanallah, kaç gruaja muslimane kaç ka qenë kujdesshme që i ka ardhur keq se burri vet u ka anku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai vetëm i ka tregu kur gjë tjetër.